Kandidati për kryebashkiak i Tiranës Salim Kosova është takuar me banorët të Zallbastarit dhe Zallherrit, që vuajnë mungesën e rrugës, mungesën e tregut për të shitur prodhimet, por edhe papunësinë. Zallbastari është bashkuar Tiranës me ndarjen e re, por distanca e banorëve me qendrën tani është të paktën 1 orë e 30 minuta, ndërkohë që rruga përshkohet me vështirësi nga autoveturat. Kosova është angazhuar për të shërbyer njësoj për të gjithë, pavarësisht largësisë nga qendra e kryeqytetit. Ne me gjithë kalamet, edhe shkojmë mundën e derdhëm kaldram të atje, hudhrën e pëdëmotën që s'ka trek. Kjo është asnjëherë, tu vetëm të dalë i partia shajtonit dhe në thotë unë jam partia shajtonit dhe unë do ta rregulloj. Se gjitha partitë na kanë premtuar as i partia, as i deputet, as i gjë nuk ka rregulluar. Por unë e kam dëmendjen që të tregojnë në këtë vend që ndershmëria nuk ka vdek dhe me ndershmëri ndryshojnë gjërat. Ky është qëllimi im. Me të njëjtën situatë ankesa, kandidati Kosova është ndeshur edhe në Zallher. E keqja do rrit do të mëtoj të mirën për sa kohë, e mira do rrit do bëj se të keqen. Nuk futen fare se çfarë partie ke qef, çfarë s'ke qef, çfarë duhet të bëjnë njerëzit, nuk përzihem te kjo. Por ama ne kur bëjmë një investim në një zonë, e zem kot një rrugë, aty ta kalon demokrati, socialisti, LSI kalon gjithë me radhë. Prioritet nuk do të jenë përkatësitë politike, por do të jenë hallet e milletit. Sipas Salim Kosovës, qytetarëve të cilët janë në kufit e mbijetesës nuk u interesojnë fasadat, por punët konkrete në shërbim të tyre. Kur njeriu ka halle, që thot, ore s'kam ujë me pi, s'kam shkollën për fëmijët, s'kam bukë, ty s'të hyn puna jo. Ngreuni gjithë dhe jepini votën aty ku besoni. Nuk është se jam magjistar, por ama di këtë, që të interesojnë për hallet aty ku janë dhe të vrasmenën për zgjidhje.